Përshëndetje, mirë se vini, flasim hapur në Durrës Lajm. Sot më 28 nëntor, një ditë tejet e rëndësishme për gjithë shqiptarët kudo që ndodhen. Në Shqipëri, në trellat shqiptare, anë e mban botës të gjithë shqiptarët ku punojnë dhe jetojnë. Është dita e flamurit, është dita kuq e zi. Për këtë arsye, flasim hapur i kushton rëndësinë dhe vlerën dhe nderimin simbolit ton kombëtar, i cili është rrënjosur në zemrën e çdo shqiptari. Flamurit ton me fushë të kuqe, të flakt dhe shqiponjën dy krenore, flamuri ynë. Një histori e shkurtër mbi simbolikën dhe historikun e flamurit ton kombëtar. Ty flamur të duam shumë, ti për neje në nevap. Në nenin 14 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë thuhet: flamuri kombëtar është i kuq me një shqiponjë të zezë dy krenore në mes. Por në zemrën e shqiptarëve, për shekuj me radhë, ka rrahur një simbol i vetëm, një shqiponjë e zezë me dy koka, e vendosur me një fushë të kuqe të ndezur, flamuri ynë shqiptar. Një flamur që ka udhëtuar në përkohë, midis betejave, pushtimeve, rilindjes dhe shpalljes së shtetit të pavarur shqiptar. Por rrënjët e simbolit ton kuq e zi janë shumë më të thella se viti 1912. Ato shkojnë deri në mesjet, deri te epoka e Gjergj Kastriotit. Ndërkohë që shqiponja me dy koka është një simbol shumë i hershëm si në kulturat e botës, ashtu edhe 6 shekuj para Krishtit në trevat ilire, siç është kjo shqiponjë me dy koka në mburojën e luftëtarit ilir. Shqiponja ishte simbol i perandorisë romake, Alba. Me këtë emër romakët emëruan Skocinë dhe Albania, pra Shqipërinë. Me ardhjen e Konstantinit të Madh në fillim të shekullit të 4 dhe ndarjen administrative të perandorisë romake në dy qendra, Roma dhe Konstantinopoja, që është Stambolli i sotëm, shqiponja me dy koka mori kuptimin e dy kokave administrative, por me një trup të vetëm, duke u përdorur më pas nga perandori të Evropës lindore e perëndimore. Por pa fushën e kuqe, fusha e kuqe e flakt është e mbetet shqiptare. Flamuri kuq me shqiponjën dy krenore u bë simbol i identitetit luftarak në shekullin e 15, kur Gjergj Kastrioti e ngriti mbi shtizat e ushtrisë së tij. Pikturat dhe kronikat e kohës përshkruajnë flamurin e Gjergj Kastriotit, një shqiponjë dy krenore e zezë, e stilizuar ndryshe nga ajo e sotmja, më e mpret në linja, më heraldike, shpesh e shoqëruar me elemente të tjerë si ylli ose helmetat e arta. Në disa miniatura të kohës shihet flamuri kuq i ushtrisë arbërore që valevitej në kështjellat e Krujës, Petrelës dhe Lezhës. Krahasimi mes shqiponjës së Skënderbeut dhe asaj të flamurit të sotëm na tregon diçka të rëndësishme. Simboli ka evoluar, por mesazhi ka mbetur i njëjtë. Në flamurin modern, linjat janë më të rregullta, më simetrike dhe të standardizuara, ndërsa shqiponja e Gjergj Kastriotit ishte më egër, më luftarake, më lidhur me heraldikën e kohës. Megjithatë, të dyja mbajnë të njëjtin shpirt, krenarinë, qëndresën dhe identitetin shqiptar. Në disa kodekse heraldike perëndimore shfaqen simbolet të fisnikëve arbër, ku shqiponja dy krenore paraqitet si shenjë e familjeve të rëndësishme të arbërisë. Këto burime tregojnë se Europa mesjetare e njihte Shqipërinë si vend të princerëve luftarak të lidhur me simbolikën e shqiponjës. Në kronikat bizantine
dhe ato veneciane të shekullit të 14 dhe të 15, flamuri me shqiponjën 2 krenore i atribohet disa principatave shqiptare, çka tregon rrënjët e hershme të këtij simboli si shenjë e identitetit politik të Arbërisë. Në artin mesjetar shqiptar, shqiponja shfaqet jo vetëm në flamujt e betejave, por edhe në stemat e familjeve të mëdha fisnike, në piktura kishtare, në objekte rituale dhe në mburoja. Në kisha, në Onufrin e shekullit të 16, me afresket e Beratit dhe Gjirokastrës, motivi shqiponjës gjendet i gdhendur me kujtes, si simboli i një populli që kërkonte të ruante identitetin e vet kulturor dhe politik. Flamuri shqiptar dallohet qartë te disa kryevepra të artit evropian, si për shembull kryevepra Kryqëzimi i vitit 1501 e mjeshtrit të rilindjes italiane Michele da Verona. Në këtë tablo, flamuri ynë kuq e zi balevitet i vetëm dhe krenar përbëri Krishtit të kryqëzuar. Flamuri arbëror kuq e zi dallohet edhe në afreske mesjetare në Evropë. Këto dëshmi artistike janë urat që lidhin flamurin e sotëm me të kaluarën. Ato tregojnë se edhe në periudha të vështira pushtimi, simboli shqiponjës nuk u zhduk. Ai vazhdoi të jetonte, fshehur në art, në veshje, në pajisjet ceremoniale, duke pritur momentin e ringjalljes dhe të ringritjes. Për më shumë se 5 shekuj, flamuri ynë kuq e zi ka qenë në zemrën, traditën, historinë dhe ekzistencën e arbëreshëve, të cilët e kanë ruajtur të gjallë në çdo mjedis, veshje e simbole në shtëpi, dyer, shkrime e të tjerë. Në shekullin e 19, me rilindjen kombëtare, flamuri i Gjergj Kastriotit u rikthye fuqishëm. Patriotët shqiptare përdorën si simbol të bashkimit. Në kolonitë shqiptare të Stambollit, Bukureshtit, Sofis dhe SBA-s, flamuri i kuq me shqiponjën e zezë u bë shenjë identitare e lëvizjes për liri. Shoqëri si vatra, drita, lidhja për Zrenit e ngritën kudo. Edhe pse stilizimet ndryshonin paksa, ngjyrat dhe shqiponja 2 krenore mbetën të pandryshuara. Kjo dëshmon se shqiptarët i ruajtën besnikërisht elementet themelore të flamurit të Gjergj Kastriotit, duke bërë atë simbol të përbashkët kombëtar. Dhe erdhi dita e shumë pritur, 20 nëntor 1912 në Vlorë. Në një shtëpi 2 katëshe, të bardhë pranë detit, delegatët shqiptar u mblodhën për të shpallur shtetin e pavarur. Ismail Qemali doli në balkon dhe ngriti flamurin e kuq me shqiponjën 2 krenore. Ishte një çast solemn, i mbushur me emocion. Flamuri nuk ishte një krijim i ri, ishte vazhdimësia e atij të Gjergj Kastriotit, e atij që jetoi në art, në legjenda dhe në zemrat e shqiptarëve 5 shekuj që nga pushtimi otoman. Në historinë e popullit shqiptar, pak simbole janë kaq të fuqishme dhe të përjetshme sa flamuri kuq me shqiponjën e zezë 2 krenore. Ai ka udhëtuar përmes shekujve, nga koha e principatave arbërore, te epoka e Gjergj Kastriotit, te rilindja kombëtare, te shpallja e pavarësisë më 28 nëntor 1912, duke u kthyer në një prej stemave më të lashta e më të njohura në Ballkanin mesjetar. Flamuri ynë kuq e zi, ky simbol ka që rëndësishëm në zemrat e çdo shqiptari. Duhet të valvitet, jo vetëm në shtiza, në institucione, por edhe në zemrat tona. Duhet nderim për të gjithë ata të cilët kontribuan, luftuan dhe dhanë jetën e tyre që ky flamur të valvitet i lirë deri ditët e sotme. Por si mund të kontribuojë një shqiptar, një individ
duke nderuar këtë flamur, duke nderuar kombin tonë, duke e dashur atë me zemër, duke kontribuar për vendin, duke u bërë profesionist të mirë, duke qenë individ me vlera kombëtare dhe integritet të lartë njerëzor. Jeni profesionist të mirë në punën që bëni dhe të duam adeun ton, Shqipërinë ton të dashur, e cila është kaq e çmuar për të gjithë ne. Faleminderit që na ndoqët, miru takofshim në episodin e radhës.